Gjatë kësaj periudhe në rrugët e Tiranës, por edhe qyteteve të tjera vihet re trafik më i madh. Kjo edhe si pasojë e shtimit të numrit të emigrantëve, të cilët vijnë me një formim tjetër rrugor. Duket se emigrantët kanë filluar të vinë në vend për pushime. Kjo situatë për çdo vit shoqërohet me numër mjaft të lartë aksidentesh, ku shpesh makinat me targa të huaja janë të përfshira në to. Drejtues automjetësh të cilët punojnë dhe jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, thonë se të udhëtosh në vendin tonë është mjaft e vështirë. Sistemi rrugor, sinjalistika, trafiku janë disa nga shkaqet të cilat i bëjnë konfuz emigrant. Vështirë, shumë vështirë. Duket. Ku konsistojnë vështirësi? Ku ndjeni vështirësinë? Rrugët e vogla, ç'a them. Bllokim çrregullimi, ndoshta pa polici përpara. Sinjalistika edhe ka dhe s'ka, po kjo është gjendja. Po rrugët janë të keqe, du rregullur rrugë vjera, trafiku, shoferat, du së respekton njëri rregullat. Pak vështirë e kemi këtu se tani ndryshojnë rregullat e udhëtimit. Rregullat e udhëtimit janë një lloj, po këtu është shumë më vështirë. Aksidenti bën shumë më shpejt, po zbaton rregullat, eliminohet diçka. Pika e parë është edhe rruga nuk ka. Këto situata thuajse përsëriten çdo vit, ku pavarësisht paralajmërimeve, situata nuk ndryshon shumë. Emigrantët shqiptar të mësuar me standarde të tjera në vendet ku punojnë dhe jetojnë, kërkojnë që sistemi rrugor t'i përgjigjet sadopak atij evropian, qoftë në personel apo dhe në infrastrukturë.